Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi ato që po ndodh me Erion Veliajn, por edhe me Belinda Ballukun, të cilat duken se janë dy kokat që Edi Rama ka prerë fillimisht me Erion Veliajn dhe tashmë me Belinda Ballukun. Por çfarë po ndodh me këto dy figura ku Veliaj po përballet në kushtetuese me kërkesën e tij për anullimin e shkarkimit si kryetar bashkie dhe ndërkohë Belinda Balluku pritet që të shkojë në SPAK. Për diskutuar këto dy çështje, por edhe tematika të tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur, zotin Kujtim Cakrani. Zotin Cakrani, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Zotin Cakrani, çfarë po ndodh me Erion Veliajn, i cili aktualisht ndodhet në gjykatën kushtetuese duke dhënë argumentet e tij sa i përket pjesës së shkarkimit nga ana si kryetar bashkie, qoftë me vendimin e Këshillit Bashkiak dhe më pas me dekretin e presidentit. Në fakt, me zotin Veliaj nuk po ndodh asgjë, po ndodh ajo që në fakt duhet të kishte ndodhur që në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë. Pra, në momentin që ai u mor vendimin për shkarkimin e tij. Pra, po ndodh ajo që zoti Veliaj si asnjëherë më parë ose në kundërshtim me shtetin, me dhe kushtetutën, me konventën evropiane, me ligjet e një shteti të së drejtës, që zoti Veliaj nuk u dëgjua në pretendimet e tij kur Këshilli i Bashkisë në unanimitet ngriti dorën, kartonin për ta shkarkuar atë. Dhe nisur nga kjo, krijoi një debat padyshim juridik, por dhe një debat të cilin sot ka përfunduar në gjykatën kushtetuese. Dhe ne po e ndjekim atë debat për të cilin thash duhet të ishte nisur që në mbledhjen e Këshillit Bashkisë. Unë vazhdoj të këmbgul që ndaj zotit Velia është bërë një puç institucional, për sepse ai në të gjithë të drejtën e tij të ligjshme nuk është e drejta për të dëgjuar, është parimi bazë në një shtet demokratik, nëse ti nuk e dëgjon atë për të cilën ti vendos, atëherë do të thotë që të gjithë veprimet që ti ke bërë janë në shkelje të rregullit të ligjit dhe kushtetutës. Kështu që zoti Velia sot po dëgjohet, padyshim që gjykata kushtetuese ka bërë veprimin më të dur, më të mundur, më minimal, mund të themi, kushtetues, që ka thirrur zoti Velia për ta dëgjuar në pretendimet e tij. Unë nuk e di çfarë vendimi do marrë gjykata kushtetuese, po unë do dëshiroja sinqerisht që gjykata kushtetuese të jepte një shuplak, o të jepte një shpull të gjithë veprimeve antikushtetuese të këtyre institucioneve, nisur nga Këshilli i Bashkisë, nga Këshilli i Ministrave dhe nga Presidenca më pas. Prandaj që unë sot jam jo tifoz në kuptimin politik i Erion Velis, por unë sot bashkohem me Erion Velin në kuptimin juridik ndaj tij, sepse thash është bërë një puç institucional në njeriu i cili është zgjedhur me votat e qytetarëve, i cili nuk ka përveç se qytetarët, përveç se vendimi i formës së prerë të penal të gjykatës, mundet ta bëjë atë që ai të largohet këto forma, siç vendosën ata ta largojnë. Zoti Cakrani, nëse gjykata kushtetuese rrëzon kërkesën e presidentit, a do të vijojë më pas Erion Veliaj të mbetet kryetari i Bashkisë së Tiranës deri në një vendim tjetër për shkarkimin e tij dhe ose më saktë për pasjen e një dekreti, po themi, sipas kushtetutës? Shiko, unë thash, mendoj dhe në fakt nuk e di pse kam një bindje që gjykata kushtetuese do ta rrëzojë dekretin e presidentit, pra do ta rrëzojë të gjithë procesin e marrë ndaj Erion Velis. Padyshim që pas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, që nuk besoj të jetë sot në fakt, do besoj se gjykata do të rihiqet për vendim, por Erion Velia do jetë kryetari i Bashkisë. Do vazhdoj të jetë kryetari i Bashkisë me gjithë të drejtat e tij dhe kompetencat që i përcaktohen në ligjin 139/2015 për vetëqeverisjen, në kushtetutë e kështu me radhë, por gjithmonë në kushtet e një momenti procedural jo pozitiv për të, siç mund të jetë ajo e arrestit në burg.
Kështu që nëse gjykata kushtetuese sot vendos që zoti Veliaj të jap të drejtë zotit Veliaj, padyshim që ai do jetë do vazhdoj të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe do ketë gjithë të drejtën e tij të emërojë edhe zëvendësit e tij, pra t'i bëjnë ulje dhe veprimet që janë kryer më pas, ku zoti Rama ka marrë kompetencat e kryetarit bashkisë dhe ka emëruar aty persona të cilët nuk kanë asnjë lidhje me bashkinë dhe pa pyetur kryetarin e bashkisë zotin Veliaj. Kështu që unë do isha i kënaqur, thash, jo për kënaqësi politike, se sa për një kënaqësi juridike, që sot zotit Veliaj t'i kthehet digniteti padyshim njerëzor, por pse jo dhe t'i kthehet edhe posti i rrëmbyer padrejtisht i kryetarit të bashkisë. Në fjalën e tij që është duke mbajtur në kushtetuese, Erion Veliaj ka sulmuar dhe antarët e Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak duke thënë që fali Zot se s'din çfarë bëjnë dhe lutem çdo natë për ta. Tashmë me këtë deklaratë, a është një luftë e hapur kundrejt edhe njerëzve të Edi Ramës dhe vetë kryeministrit? Çiko, unë kam thënë mendimin tim për antarët e Këshillit Bashkiak Socialist në Bashkinë e Tiranës. Problemi qëndron që ata janë prodhimi i Erion Velis, ata janë njerëz të Erion Velis, kanë qenë miq të Erion Velis, kanë qenë shok të Erion Velis, dhe unë nuk e di pse ata përfunduan si Goima. Ju e dini që janë Goima. Dhe kështu që ata nuk e meritojnë as respektin më minimal që mund të kesh për ata njerëz. Sepse jo vetëm që treguan se janë tradhtar në kuptimin e mirëfillt të fjalës, por treguan edhe një papërgjegjshmëri institucionale dhe mbi të gjitha treguan që janë ignorant në fushën juridike. Po si mundet të ngrësh dorën ti të shkakosh kryetarin e bashkisë pa e dëgjuar kryetarin e bashkisë Po si mundet të arrijë një njeri normal që ka dy njohuri minimale juridike. Minimale juridike. Që të thotë, jemi mbledhur këtu sot, do shkakojmë kryetarin e bashkisë. Po kryetari i bashkisë ku është? Ta dëgjojmë pse nuk ka ardhur në punë. Kjo është më minimalja, është minimalja që mund të bëhet në një demokraci, Dhe Verogja në mbledhjet e biros e pleniumit i dëgjonte, edhe Beqir Ballukun, edhe Andreas Biun, edhe Mehmet Sheu, i linte të reflektonte, po i dëgjonte. I vriste, i pushkatonte, po i dëgjonte. Pastaj merrte masa. Po këta nuk e dëgjuan Erion Velin, e kuptoni apo jo? Mua kjo më shqetëson, unë nuk jam as simpatizant, as antar i partisë, as kam votuar ndonjëherë Erion Velin. Po unë flas juridikisht, sepse po nuk fola juridikisht, është e kotë që unë ta jap një intervistë për ju. Sepse nuk jam koherent me rolin tim të avokatit. Por si ata njerëz nuk meritojnë kokën e respektit, janë deputetët e parlamentit të qytetit. Deputetët e parlamentit të kryeqytetit që është si mund të themi avanguardi mund ta quajmë i Shqipërisë. Dhe ata deputet Palacio kishimtar. Po mund të themi, mund të përdor edhe një fjalë tjetër, që ata jo që nuk janë minjos, sepse kjo është ana njerëzore morale. Po ata dhe anën juridike kanë shkelur. Dhe tani do të dëgjoj ose më të drejtën e tij zoti Veliaj, që ti anatemoj, ti quaj, nuk vëlloj epiteti atyre njerëzve atje. Atyre gra, vajza, burra, çka janë atje në atë parlament qyteti. Dhe me të drejtë, zoti Velia, sepse është bërë një skenë e pështirë ku vetëm parlament qyteti nuk ishte atë ditë që shkakuaj. Atë ditë ishte folet, sikur ishte, nëzëtë fëmijë kopshti dhe ngrini dorën, se o thosë susja ngrit dorën, ullë dorën. Ja kaq, këta janë ata që udhëheqin qytetin e Tiranës. Nuk po them Shqipërisë, po ata që ka votuar populli i Tiranës. Ja ata janë që pat ju.
Qa të them unë tani? Si mund ta shpjegoj më ndryshe sepse juridikisht i ke kaluar ca saqe. Saqet juridike në këtë vend, domethënë mendimet juridike dhe këshillat juridike këtu në këtë vend nuk zën më vend të qytetarëve. Sepse nuk e kuptojnë çfarë do të thotë liria, dinjiteti njerëzor, që janë mbi themele, janë ndërtuar Europa, janë ndërtuar vendet e lira mbi dinjitetin njerëzor, me liritat e njeriut, me lirin për të dëgjuar. Para çdo kujt, përpara gjykatës do dëgjohesh, përpara çdo lloj gjëre, kupton, duhet të dëgjohesh. Dhe pastaj merr me çfarë do vendimi të duash, por dëgjohej një. Dhe kështu që zoti Velia, përveç faktit që ata atje i ka mbështetur, i ka promovuar, i ka bërë njerëz mbi të gjitha mor. I ka bërë njerëz, i ka marrë rruga e bërë njerëz. Dhe ata ngërndorën. Ja kjo është. Zoti Cagarni, nëse Velia e arrin këtë fitore të parë në gjykatën kushtetuese, a mendoni se ai do të ketë më shumë guxim dhe kuraj për të denoncuar aferat korruptive të kryeministrit Edi Rama, apo mendoni se nuk mund të bëj të penduarin e drejtësisë përballë spakut sa i përket vetë figurës së Edi Ramës? Shiko, tani, do të flasim edhe një çik korrekt kur flasim për bashkëpunëtor drejtësie apo denoncime lidhur me afera korruptive kështu me radhë. Zoti Velia politikisht, aktualisht, politikisht është një i vdekur politikisht. Sepse është jo thjesht një individ pa mbështetje nga partia e tij, por është një individ i cili është edhe me një masë shtrënguese siç është ajo arrestit në Burg. Dhe në kushtet e arrestit në Burg, nuk mundet të bësh dot politik, të flasësh dot për publikun, nuk mund të komunikosh dot dhe ti të thuash mendimin tënd, sepse je i izoluar. Dhe praktikisht zoti Velia është një i vdekur politikisht. Për sa i përket denoncimeve që ai mund të bëjë ndaj zotit Rama, do të kuptojmë diçka. Në kodin e procedurës penale, e cila garanton personat të cilët akuzohen për disa vepra penale dhe kur para dënimi i tyre parashikohet mbi 7 vite burg, mund të bëhen bashkëpunëtor drejtësie. Pra, i pranohet statusi bashkëpunëtori drejtësisë. Por, do të kuptojmë që a ka interes prokuroria e posaçme që të dëgjoj ose të dëgjoj rrëfimet e zotit Velia. Sepse zoti Velia është një individ i cili nuk është se sot ai që pranon fajin. Dhe bashkëpunëtor të drejtësisë bëhen ata të cilët u faktohen veprat penale, vrasje, bashkëpunim në krim të organizuar, bashkëpunim në afera të rënda korruptive që kanë sjellë dëme të mëdha shoqërisë, shtetit, komunitetit kështu me radhë. Zoti Velia nuk është se ka pranuar fajin dhe tani ai për të ulur ose për të shpëtuar një dënimi të lartë, ai do filloj të tregoj që shiko se unë këtë inseneratorin e kam bërë sepse më urdhëroi kryeministri. Unë këtë lejë sepse më urdhëroi kryeministri. Unë këtë veprim e kam bërë sepse më urdhëroi kryeministri. Pra, që të bëhet një bashkëpunëtor i tillë, duhet të marrë statusin e bashkëpunëtorit, por që të pranoj fillimisht gabimet e veta, pra të pranoj fajet e veta, që ai është fajtor për 1, 2, 3, 5 sa vepra penale ai akuzohet. Kështu që unë nuk e mendoj që zoti Velia proceduralisht flas mundet të pranoj akuzat që ka thënë prokuroria e posaçme dhe të thotë ok, dale stop këtu, unë do bëj një bashkëpunim me ju do më uli dënimin dhe unë do flas për kryeministrin apo për ministrat apo çfarë di unë rreth korrupsionit qeveritar. Kështu që më duket një diçka e pamundur, jo pamundur në ana procedurale, po e pamundur nga zoti se ai nuk është se ka shfaqur shenja pendese e kështu me radhë që prokurorët i aprojnë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Zoti Cagarni, të kalojmë pak te Belinda Balluku, zëvendës kryeministrja e cila është thirrur nga spaku që javën e kaluar, duhet thënë dhe duhet të paraqitej këtë të hënë, pra në fillim të kësaj jave, por deri më sot, paktën deri në këto momente, ende nuk është paraqitur në SPAK ku akuzohet për shkelje të barazisë në tendera, teksa ka pasur dhe një fletë thirrje të dytë.
Ju si e shikoni fatin e Belinda Ballukut dhe çfarë po ndodh me të? A është duke e lëshuar atë Edi Rama? Shiko, zonja Balluku është thirrur sot, pra është rikomunikuar ftesa për të paraqitur me një avokat pranë prokurorisë posaçme, pasi sipas saj ajo është regjistruar si person në hetim dhe do njihet me këtë moment procedural, sepse do të dini që kur personi regjistrohet si person në hetim në regjistrin e veprave penale, që aty fillojnë afatet procedurale, ka densën edhe ato sipas dispozitave të kodit procedurës. Dhe kështu që zonja Balluku është në këtë moment procedural. Unë nuk sot ajo është thirrur rreth orës 3, nësa kam unë informacionet e mia, tesa i ka shkuar për në orën 3 sot. Unë kam informacione që ajo nuk do shkojë sot aty, edhe pse prokuroria e posaçme i ka, në njoftimin e saj, i ka shënuar se nëse nuk do paraqitesh, ne do zbatojmë dispozitat e kodit procedurës dhe shoqërimi me forcë, por kjo gjë mund të funksionojë për mua, për ju dhe për çdo qytetar, por për një ministër, një deputet, pa marrë lejen e kuvendit, ti nuk e shoqëron dot me forcën e ambientet për ta pyetur në prokurori. Kështu që edhe ky kërcënim në thonjza nga ana e organit procedurës nuk qëndron. Kështu që zonja Balluku nuk do paraqitet as sot dhe kështu që ajo po merr kohën e saj për të shkuar në prokurori. Unë kam informacione që ajo po kërkon që ta tërheqi, pra po bën tentativat e saj që prokuroria ta tërheqi përsëri pas këtë moment, pra mos ta fshi regjistrimin e regjistrat e veprës penale për zonjën Balluku dhe ajo mos të merret në përgjegjësi penale. Pra po punohet në këtë drejtim që ajo ta evitoj shkuarjen atje dhe të dalë gjithë kjo histori, një fluks sapuni, të thonë po ishin fjalë, i hapën gazetarët, i hapi opozita, i hapën njerëzit, portalet, ju e unë e radhë. Kështu që po tentohet në të gjitha rrugët që ajo mos të shkojë në SPAK. Pra qeveria është duke ushtruar presion mbi SPAK-un në mënyrë që do të tërheqë fletëthirrjen për Belinda Ballukun. Jo, nuk thash qeveria, thash njerëz të cilët të fuqishëm në këtë vend, në kuptimin kur thash të fuqishëm, jo të fuqishëm me muskuj, po njerëz që kanë, si thon, pesh politike mbi organin e procedurës, mbi prokurorinë e posaçme, dhe të cilët po punojnë fort që ta tërheqim në çdo lloj mundësie që zonja Balluku mos të paraqitet në SPAK dhe kjo të mbetet thjesht një thashë them urban i kafeneve të Tiranës, që gjë ajo ishte thirrur, por në fakt në SPAK-u nuk e ka thirrur. Kështu që po punohet në këtë kuptim, në këtë drejtim, dhe zonja Balluku sot në orën 3 që ka për të shkuar atje nuk do shkojë dhe kjo do vazhdojë telenovel pastaj më pas derisa të dali javën tjetër, besoj zoti Rama do hedhë diçka tjetër për të harruar zonjën Balluku. Pra do hapi një front tjetër për ju gazetarët, për mediat, dhe do merret me diçka tjetër dhe do harrohet kjo e zonjës Balluku. A është duke negociuar në këtë kohë, pra zëvendës kryeministri me Edi Ramën, pra për të shkuar pikërisht te kjo pikë që ju thoni, përveç presioneve që mund të ushtrohen nga SPAK-u, dhe nga ana tjetër, a është Belinda Balluku prova e zjarrit për vetë prokurorinë e posaçme? Shiko, do të kuptoj diçka. Belinda Balluku, me sa kam unë informacione, është një person i pa dëshiruar për në Shtetet e Bashkuara. Nuk është e konfirmuar zyrtarisht nga pikpamja siç u bë publike për zotin Berisha, por është një individ i cili janë mbyllur të gjitha dyert të Shtetet e Bashkuara, mos gaboj dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Edhe kështu që ka probleme sepse është një individ i cili është përfolur dhe flitet në media dhe kudo për një individ i cili ka firmosur afera korruptive ku ka rënduar mbi buxhetin e shtetit. Dhe kjo është një nga arsyet që zonja Balluku është një person i cili është i padëshiruar. Zoti Rama është në një moment, mund të themi edhe ai në një moment të keq historik, sepse
nëse do t'i bëjmë një analizë të gjithë këtyre 9 muajve të ndryshimit të administratës së Shtetit Bashkuara, prej muajit janar, kur në Shtëpinë e Bardhë ka hyrë zoti Trump, Shqipëria nuk ka më asnjë marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë marrëdhënie krejt të ngrira. Edhe po të shikoni edhe ambasadori nuk po sjellin ambasador në Shqipëri. Kështu që do ta lexoni këtë gjë, pra gjithë këto marrëdhënie kaq të ftohta ndërmjet Shtetit Bashkuara dhe qeverisë shqiptare, jo popullit shqiptar, qeverisë shqiptare, do ta shikoni si një këmbën alarmi, sepse nuk ka ndodhur të paktën këto 34-5 vite, edhe në 97 po deshëtju që ishte Shqipëria në gjendje kaosi, vinin dhe iknin, pra kishim marrëdhënie shumë herë më të ngushta ose diplomatike, por edhe institucionale të tjera me Shtetet Bashkuara. Ndërkohë që aktualisht kemi 9 apo 10 muaj që marrëdhëniet tona me Shtetet Bashkuara janë të ngrira. Kjo do të shqetësojë të gjithë ata të cilët e shikojnë, e ndjej, por nuk e bëjnë këtë analizë politike, sepse shumica e analizave jo janë të kapur, dikush ka interesa, dikush media nuk i pëlqen e me radhë. Zoti Cakarni, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve, mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.